ton prap njëjtë. Po jo, nuk e besoj kur. Se këta vi vresin 50%. Nuk e besoj kur. Nuk e besoj kur. Gjithë s'ka me ndodhe, ka me qenë opozitës, s'la ka me dalë prej, më falni, qeverisë, s'la do të delë prej opozitës. Nuk mundesh me urrit, me 17 miliardë, se nuk dijen se ka nga shku. Nuk mundesh me urrit, kur dikur që ka pagu rrim 30 euro, se të pagu 130 euro. Nuk mundesh me urrit, kur ti ke pagu, se po harrohen do detale, rrugë ati Gania Kupit 7.200 euro, e ke lonë punëtorin me rrugë mesatare në 140, se tash po i rrit kelku në fund. Ka me qenë e pamundur, prandaj qeveria natyrshëm ka marrë nga opozita. Çka ndodh nëse në 4 vitin arshëm nuk bën pjesë në NATO? Zbrisë 4 vitin arshëm, 2 vitëshën e fundit që vjen me gjithë të zhvillimet gjeopolitike. Me marrë shembullin nga kryesori Ukrainën. Nuk është e lehtë. Edhe kërcënimet e fundit që ndodhin nga ndaj Polonisë. Shiko, tash është e vërtet që ne do të varim edhe se si do të delë edhe marrëveshja e paqes, se do të më bëjë ajo herdokur Rusi-Ukrainë. Nëse atje legjitimohet ndarja, atër shpresoj që nuk ndodhë, po mund të reflektoj edhe në rastin tonë. Nëse atje ndodhë një lloj klauzule, si që quajnë këta në futboll, që ndalohet, zëtohet që mos me u zgjeru. NATO e mund të na prekë edhe neve që mos me zgjeru në NATO, prandaj ne kemi shumë urgjencë me ndru një person si Albin Kurti, cili ka punu deri tash komplet në agjendat ruso-sërbe. Ashtë dhe me akuzu dikon për agenda ruso-sërbe, të ditë pikrisht në këta që ka pëndodhë veri, kërcimi që vinë akuza ndaj zotit. Kështë të qenë... Adin se ka pas njës që e kanë akuzu zotin Kurti edhe për çështën e Belepencit, deri sa duli FBI. FBI duli, ka pas kastrat, ka pas njës që mbrapa kamera marë, keme po që ka, aje ka po. Jo, për ato s'kom folën, unë po flasë për rezultatet e Kurtit deri me thash në arenën ndërkombëtare. Po të kishte qenë gjallë Dobrica Qosiqi dhe ata baballarë të Akademisë Shkencave Atare të Serbisë, unë besoj që ja këshin jep një njoj Albin Kurtit që ka arrit me prish dialogun strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me fut Kosovën sankcione nga Bashkimi Evropian. Që thot me pakon Dobrica Qosiqi gjallë çka kishte ndodhur ndaj zotit Kurti? Dhe kolegët e tij të Akademisë Shkencave Atare të Serbisë, projekcionet e cilat i dim, edhe në të cilat kanë qenë, do t'ja kishin jep një njoj Albin Kurtit për këtë rezultat që ka arrit në dëm të Kosovës në favor të Serbisë. Pra, sanksione nga BE-ja, kush i dëshiron, Akademia Shkencave dhe Arteve të Kosovës në pamundësi me hy me tenka këtu, Argatin ja ka bo kë. Pezullimi i dialogu strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në pamundësi me i serbët me tenka këtu, Argatin ja ka bo kë. Pra qa po dënë të ma mirë për Serbinë, kur Kosova sot është në pikën më të ulët të komunikimit të saj nën sanksione dhe nën pezullim me SBA-n dhe MBB-n. Ata të cilët na kanë ndihmu me ushtiru, ata të cilët e kanë bombardu urën në Savës në Beograd, në Novi Sad e tjera. Prandaj unë nuk po them me sarkazëm, po them shumë serioz që Akademia Shkencave dhe Arteve të Serbisë, ata baballarët e tyre, do të kishin qenë jashtëzakonisht falenderues se si ka mundësi një shqiptar me etni si Albin Kurti me kryt qeverisë edhe me prish Kosovën, me SBA-n edhe me BE-n. Prandaj është urgjencë me u hek. A ka me hy në NATO si thati për 4 vite. Po kjo varet nga dinamikat e tjera gjeopolitike, po sidomos varet nga formati dhe personaliteti e kapitali politik e diplomatik që ka pas kryeministri i jashtëm. Ardian, jemi gati deri te minutat e fundit. Po flasëm për kalkulimet të ndryshme, mundësit që mund me ndodhë. Apo shkojmë edhe në zgjedhje prapë në prill, se zoti Kurti ka përrejnë, ose pe bojmë një qeveri kështu, ose heni, ose në prill prapë na me shku në zgjedhje për çështjen e presidentit. Unë të thashtë, me një njeri jo serios, sigur kjo i cili e ka bo si një farloj sporti nacional, këtë punën e zgjedhje çdo 3-4 muaj, ju që është bo më në tënë, po është dëmë mas pari budgetit dhe pastaj shkatrimi i nervave të qytetarve, u presë që kjo me thonë çdo muaj me shku në zgjedhje. Se të regova rrugën dhe sa ka orë pushtet me gure, me flake, me molotova, me sharje, e helmim të këtij populli e ka pas shumë qartë. Po kur ka orë në krye tash rrugën e qeverisës e ka të pashartë, ky s'din me qeverisë, i kanë met ato 17 miliardë, keq përdorur me afera korruptive nga më të ndryshme, s'ka infrastrukturë, s'ka autostrada, s'ka fabrika, s'ka vena të reja të punës, s'ka ngritje çmimesh, prandaj ti nuk i konvenon që kjo me met kështu në pushtet pafundësisht, po me bos zgjedhje sa më shpesh, a kupton? Këtë këtë, më me fut komplet një popull në eksperimente. Kjo nuk është laboratori eksperimente. Data, përcaktimi datës me 28 dhjetor, edhe akoja ka qenë kundër kësaj date. Si e komentoni përcaktimin e datës me 28 dhjetor? Strategjia e zotit Kurti, mos realizimi i qeverisë ose krijimi i qeverisë ka qenë gjithashtu një strategji pasi nuk arrit me marr pasim vota. Edhe si komentoni pozicionin e presidentës, ka qenë edhe përcaktimi i datës së zgjedhjeve, edhe a ka qenë mbrojtje të kushtetutës së vendit. Jo, presidentja sa flet unë ndrej kanalin në televizor sepse ajo flet goxha kot
Dhe unë mendoj që dita kur Vjosa Osmani kam thonë dikun tjetër del nga politika, ish dashur me shpall